Mirëmbrëma, sot jemi me një ministre. Në fakt janë ato që kanë fytyrën e qeverisë, bëjnë fytyrën e qeverisë. Janë njerëzit puna e të cilëve e çon Ramën në takime për të paraqitur arritjet dhe dështimat e qeverisë. Zakonisht paraqiten, kuptohet, paraqiten gjithmonë arritjet, por sot kemi në intervistë një ministre e cila ka në fakt peshën ndër më të mëdhat, për mos më thënë më të madhen, të ekonomisë shqiptare. Kam këtu ministrën e bujqësisë zonjën Anila Delaj. Ministra, mirëmbrëma, inshallah. Faleminderit për ftesën. Kënaqësia është gjithmonë e drejtares dhe imja. Doja ta filloja pak nga jeta juaj personale. Nuk jeni një emër i ri në politikë, mirë po kur u emëruat ministre, një njohuri im i cili është njeri i financave, më tha, më së fundi tha një ministër tha në financa që kupton nga financat. Përpara kësaj, çfarë keni bërë? Me siguri ka qenë bankier persone, sepse persona që më ka njohur jeta në pjesën e parë të jetës time profesionale kanë qenë bankierët, kanë punuar gati 18 vite në sistem bankar. E kanë filluar në 95 në fakt, me Fefat Bankun dhe Procredit, dhe ishte një marrëdhënie 18 vjeçare, brenda cilës 12 vjet punova për kompaninë MOM në Gjermani dhe prej saj në shumë vende të botës. Fefati, në mos më kalon memoria, është Banka Gjermane që erdhi në fillim, por edhe banka që u krijua me fondet e qeverisë gjermane, ka qenë atë kohë Deutschmarka dhe 3 milion Deutschmarka nëpërmjet Bankës Qendrore ju dhanë qeverisë shqiptare për krijuar një fondacion për kredite vogla dhe të mesme. U hap në 96-ën dhe në 97-ën unë e gjeta veten drejtoresh të Dekës në Durrës, por në momentin që duhet të hapej Deka në Durrës, ne kishim situatën emergjente ku dihet se si ishte 97-a, megjithatë unë në fund të 97-s shkova në Durrës. Jetova 2 vjet në Durrës, hapa Dekën në Durrës dhe kështu filloi karriera ime në drejtim, pavarësisht nga pjesa e ekspertizës teknike. Prej andej në 99-ën jam kthyer në Tiranë, mbas 2 vjetësh në Durrës, si drejtoresh Deke, dhe mora drejtimin e bankës së bashku me një ekip gjerman për 2 vitesh. Ishte dhe momenti që banka nga Fefat u kthye në Procredit. Dhe në 2001-shin kompania në Gjermani e konsulentës më kërkoi që këtë eksperiencë që unë kisha ndërtuar në Shqipëri të filloja ta jepja nëpërmjet konsulencës në bankat e tjera si motrat e Procredit, kështu që u zhvendosa në fillim në Amerikë Latine, unë flas spanjisht dhe portugalisht. Dhe 3 vjet jetova në Amerikë Latine në bankat Procredit, duke ndërtuar biznesin e kredidhënies për kredite mesme, sepse Shqipëria dhe gjithë rajoni këtu kishte një eksperiencë të mirë me analizën e riskut, për të qenë një kredi e shëndetshme dhe jo një kredi për të mos u paguar e të ndryshme. Në atë kohë, marrëdhënia me kredin rurale, nëse mund ta them, ishte shumë e natyrshme sepse ne kishim një detyrim që 30% e portofolit kredis duhet ishe në bujqësi dhe kështu që njoha dhe pjesën e kreditimit në bujqësi. Kështu që tashmë nuk jam totalisht i panjohur dhe me këtë sektor, edhe pse që të njohësh sektorin si ministre është komplet tjetër gjë, po besoj do i vi koha të flasim dhe për të. Por për të përfunduar pjesën e 18 vjet në eksperiencë bankare, unë besoj që ka qenë një fillim i mbar i një mësimi se si strukturat, organizimi i punës dhe puna në ekip brenda një fryme dhe edukate gjermane, 18 vjet, më krijoi një bazë shumë të mirë, pastaj për të vazhduar më tej kam punuar me disa projekte, mbi të gjitha kam punuar me një projekt të Bergzhit për aksesin në financë dhe garancinë sovrane që kryeministri Rama në 2016 e ka kërkuar dhe mua më duk se një produkt shumë inovativ si një bankiere, ende nuk isha futur në qeveri dhe thash shumë inovatore kjo si qasje për t'ia lehtësuar biznesit agro hyrjen në kreditimin sepse bankat kishin një derë relativisht të mbyllur. Dhe megjithse e drejtova këtë projekt vetë, e pash që dera nuk u hap aq kollaj. Megjithatë, historia tregoi që vetë rrugtimi im si ministre e financave dhe ministre e bujqësisë ka hapur disa dyer, por ajo që po bëjmë tani me garancinë sovrane me mbështetjen e qeverisë do ta hapi këtë derë të aksesit financë për bujqësinë me një normë edhe shumë të reduktuar interesi. Kështu që është një udhëtim që me bujqësinë e kam nisur me kohë, por për pjesën teknike financiare pa, unë kam nisur bazën nga financat. Do të thënë bujqësia, sepse të gjithë njerëzit thonë, ç'ne nga bujqësia, nga financa kalojnë në bujqësi.
një pyetje për kuriozitetin. Kur kthehen në Shqipëri, ka 3 arsye. Unë e përjashtoj arsyen financiare, se natyrisht që jashtë paguash më shumë. Erdhe për sfidë politike, erdhe për sfidë profesionale, për të rritur një hap më shumë, apo erdhe se duke shëtitur botën peqë, diell, ushqim, natyrë më të bukur se ky vend nuk ka, dhe është vend i bukur për të rritur fëmijët, apo të treja bashkë. Unë edhe kur erdha në 2007-ën, vijova të punoj për Bankën Procredit. Pra deri në 2013 kam punuar për Bankën Procredit e kam ardhur me dëshirën për të kthyer në shtëpi, sepse edhe të lëvizësh në shumë shtete në kohë të shkurtër është pak sakrificë. Sa vjen të javëshën, është edhe vështirë për rritjen e fëmijëve, në atë kohë ishte pamundur të krijoj familje, kështu që unë familje kam krijuar këtu mbasi kam ardhur. Dhe rrënjët i kam hedhur këtu. Atëherë që ka arsye 4. Rastësisht, por edhe në fakt e drejtë, sepse siç e thash, punët gjithmonë i kam pasur impenjative, banka është impenjative. Në atë kohë, në 2013-ën, grupi Procredit reduktoi shumë staf, reduktoi dhe mbylli dhe konsulencët. Dhe ka qenë profesor Cani, që unë kam pasur profesor ekonomie në fakultet, që sa isha bërë ministër financash dhe më thirri. Me qenë se isha e shkëputur nga sektori bankar, si rezultat i mbylljes së konsulencës. Cani vetë është bankier, si profil. Dhe në një farë mënyrë ishte një ftesë e parë dhe një mbështetje që në ato fillimet e mandatit parë, brenda Ministrisë Financave, i kam dhënë ekipit të profesor Canit dhe besoj që ka qenë një dije shumë e mirë për të punuar me një ekip në administratë publike, dhe pse gjithmonë e kam parë veten larg nga administrata publike. Por, destinit nuk i bëhet bisht, pastaj pata ftesën nga kryeministri për të qenë drejtoreshe e Fondit Shëndetit Publik, dhe më pas ministre, dhe unë jam shumë falenderuese për sfidat në të cilat më është dashur të përballem, por edhe për kontributin në aspektin teknik, por edhe personal. Unë jam me bindje të majta, si familje, jam personalisht në drejtimin e bindjeve të një rishpërndarje të ardhurave tek më shumë njerëz dhe në realizimin e një kompensimi dhe social më të madh se sa thjesht ajo e formulës. Është rama një qeveria majtë? Politika financiare e vërteta është që zakonisht ti imponon në realiteti, dhe më thënë ti nuk është se ke shumë në dorë që ti shmangesh. Unë do të them vetëm një shifër. 35% e buxhetit të Shqipërisë, të Republikës Shqipërisë, nuk është ulur asnjëherë për 35% në këto 10 vjet e fundit, ka qenë për mbështetje sociale. Dhe nuk është një shifër e vogël me sfidat që ka ekonomia shqiptare për të ndërtuar rrugë, për të përballuar tërmetin, për të blerë vaksinat, edhe për të bërë shumë punë tjera dhe për të përballur krizën e energjisë. Por kjo shifër e 35% në mbështetje sociale nuk është ulur. Një element i rëndësishëm është që duke u parë ende është pjesa në raport me pensionet, dhe ne e dim shumë mirë ngërçi që kemi aty që nuk lidhet nga pamundësia për të alokuar fonde, por është vetë skema e kontributeve që krijon handikape, dhe ne reformën e pensioneve e bëm në 2014 si një reformë brenda të gjithë frymës dhe direktivës së gjithë vendeve të Bashkimit Evropian. Nuk mundet tani që jemi 2 hapa larg aksesit në këtë familje të madhe të kthejmë dhe të xhbëjmë skemën. Skema është kontributive dhe detyrimisht problemet e trashëguara në më shumë se 40 vjet nuk të lejojnë që të japësh pensione të larta për ata që nuk i kanë pasur të deklaruara të ardhurat e tyre ose i kanë qenë të vogla. Por ka një angazhim serioz të kryeministit Rama në mandatin e 4 që është thënë dhe po thuhet dhe do bëhet realitet që për te fakti që pensioni sociale atyre që nuk e arrin të mbledhin gjithë kontributet është relativisht jashtë skeme, pensioni social do të shkojnë dhe minimumi i kësaj shume që konsiderohet pension social do jetë 200 euro dhe pensioni mesatar 400 euro. Pra po të mendosh stresat në nevojë dhe pjesën e pensionistëve do jetë një shumë e konsiderueshme dhe po ta llogarisësh nga aspekt buxhetor është shumë fondi i rëndësishëm. Ndërkohë që kemi sfida tjera, sfida që lidhen me zhvillimin ekonomik dhe shpresoj që integrimi evropian të na ndihmojë edhe për aksesin e fondeve që vetë Bashkimi Evropian në periudhë tranzicioni jep.
ka një lloj përplasje të fortë. Kjo fushat në fakt po duket sikur po bëhet në programe më tepër, edhe ka një lloj ofensive të opozitës sa ajo përket premtimit të shifrave. Unë në fakt duke bërë mbledhjet më del që duhet kishim një buxhet 2 herë më të madh nga çka kemi. Gjithsesi, mendoj që pikat e forta të qoftë opozitës që është në sulm, qoftë qeverisë që është në mbrojtje në një farë mënyrë, janë pensionet edhe ndihma sociale. Ndërkohë Berisha e ka zgjidhur një çik pesin, mendoni që është realizuar? Nuk është hera e parë. Kjo është fushata ime e dytë në aspekt të zgjedhjeve parlamentare. Në 2021 ishte njëjta formulë. Unë kam dalë atëherë si ministre financave dhe kam debatuar edhe me eksponent të opozitës. Kam bërë dhe një shkrim në atë kohë se për arsye që e kam nisur dhe nga gazetaria her pas here shkruaj dhe kam thënë lehtësia e papërballueshme e një pakete e cila nuk është fituese. Pasi shumë kollaj të flasësh kur nuk e ke përgjegjësinë e papërballueshme banalitetit të opozitës. Jo, nuk dua ta them në këto terma, nuk është në vokabularin. Kur nuk e ke përgjegjësinë e firmës ti mund të flasësh shumë më tepër se sa. Dhe në 2021 ishte e njëjtë inflacion, premtimi pa një përllogaritje dhe gjithmonë ishte duhet prishim këtë kontratë, bëjmë një kontratë tjetër. Ne nuk jemi në mbrojtje. Duhet ta them dhe këtë si pjesë e asaj që ju tha, ne jemi në mbrojtje. Jo, ne kemi një program i cili shkon në vjeshmëri të shumë gjërave tjera që janë bërë. Dhe pjesë e programit të këtij viti ka shumë element që po lançohen për mandatin e 4, shumë element të rëndësishëm që lidhen jo vetëm ato që janë infrastruktura, përfshirë këtu dhe spitale, qendra shëndetësore, shkollat e tjerë, por edhe elemente të rëndësishme që lidhen me mënyrën se si shikohet marrëdhënia me fëmijët. Për shembull, shumë pak në takimet që bëj elektorale e din që në mandatin tonë të 4, një nga premtimet e rëndësishme është që në të gjithë shkollat qendër qark, ne do të kemi jo vetëm një pjesë të rëndësishme të after schoolit, pjesës mbas shkolle që do të ndodhin në shkollat e çdo qendër qarku, por njëkohësisht dhe shërbimin e transportit dhe të ushqimit. Kjo do të lehtësonte edhe koston familjare, sepse ajo kosto familjare... Dhe këto do bëhen pa taksa shtesë? Këto do bëhen pa taksa shtesë. Ndërkohë në Amerikë të këpusin për të bërë qoftë për ciljen e fëmijëve. Dhe sigurisht që kontributi në këto raste do të ishte si rezultat i rritjes ekonomike. Në rritjen ekonomike kemi 4%, nuk është një rritje vogël, edhe në rajon, do shta jemi në rritje më të madh të rritjes. Ne u të kurëm në vitin e pandemisë, atë vit kam qenë ministre financave dhe sigurisht asnjëri nuk e parashikonte se si do të shkonte më tej. Ne patëm një të kurje, po me një herë mbas saj, edhe kur vendosëm që të bënim 0 taksa për biznesin e vogël deri në 2029, ne patëm rritje ekonomike. Dhe rritja ekonomike nëpërmjet edhe nxitjes konsumit është ajo që do të çojë edhe në këtë zgjerim të buxhetit. Ndërkohë ju ke qenë gjatë tërmetit, apo jo? Po, ka qenë një periudhë jo e lehtë, sepse nuk ishte vetëm nevoja për fonde buxhetore, por edhe mënyra si do adresohesh gjithë programi. Ndërkohë mbështetja që është dhënë edhe nga fondet huaja, ju e mbani mend konferencën e donatorëve, janë premtuan shumë, po kam frikë se jo të gjithë mbajtën premtimin. Mbështetja nuk shikohet në një vit, drejtan, sepse ato janë mbështetjet të cilat realizohen në veçanti të kombinuar midis kredisë dhe grantit. Një nga arsye pse ne po synojmë 2027-ën hyrjen në Bashkimin Evropian është edhe sepse ky raport midis grantit dhe kredisë përmbyset gjatë procesit të integrimit. Po t'jap një shembull. Nëse neve në 10 vitet e fundit kemi marrë 1 miliard euro mbështetje, ku pjesa më e madhe 70-80% ka qenë kredi, dhe pjesa 20% ka qenë grant, pjesa që vjen në vijim, në momentin që ne mbyllim kapitujt, dhe objektivi është që 2027 ne të mbyllim të gjithë kapitujt, dhe për këtë jemi duke punuar shumë, unë mund të flas për 3 kapitujt e Ministrisë Bujqësisë që i kam në përgjegjësi, po të gjithë ministrit janë duke punuar, sepse është një angazhim i marrë. Çfarë do ndodhi nga 2028 në 2030 është gjithë ky procesi, jo vetëm i bërjes së rregullave të lojës, sipas ligjeve të aprovuara, por dhe si biznesi, si investimet shkojnë përshtat këtyre rregullave dhe Bashkimi Evropian të jep 1 miliard euro në vit
në momentin që ke bërë detyrat e shtëpisë. Ku pjesa më e madhe janë grante dhe pjesa më e vogël dhe përmbyset 80-20. Dhe ne kemi nevojë për këtë buxhet të mbështetjes Bashkimit Evropian. Prandaj, jo vetëm është një nevojë e kohës, e tranzicionit të zgjatur të ekonomisë shqiptare, po që edhe në aspektin social që përse mund të flasim, por ne kemi nevojë dhe për këto fondet Bashkimit Evropian, kemi nevojë për pasaportën evropiane, kemi nevojë për të bërë një rrugtim në 2030-ën që e mbyll njëri për gjithmonë kapitullin a jemi ne në Evropë apo jo, ne jemi në Evropë, po jemi dhe do jemi dhe në shtëpinë evropiane. Nuk është një punë që kemi nisur sot, edhe gjithë thonë, po këtë slogan partia, këtë slogan fushate për mandatin e 4, po unë kam të paktën 6 vjetë që punoj në 2 funksionet, si Ministre Finansave dhe si Ministre e Bujqësisë. Dhe unë pjesën e procesit të integrimit, me të gjithë zëvendësministra dhe ekipet e tyre teknike, ne kemi, unë paktën e njoh që kam 6 vjetë, po dhe më përpara ka nisur. Ne thjesht tani po përshpejtojmë dhe po mbyllim kapitujt në mënyrë që të gjitha ligjet të jenë të njëjta me Bashkimin Evropian dhe të kemi mundësi për atë fond që e thash pak më parë, që t'i bashkërendoj të gjithë dëshirat dhe planet dhe objektivat qeveritare për të mundësuar që ajo që mblidhet nga taksat, se po më pyesnit për taksat, të shkojë proporcionalisht aty ku është e nevojshme, po pa mbështetjen financiare të Bashkimit Evropian, sigurisht shumë nga këto problemet tona nuk do zgjidheshin menjëherë. Dhe është e vetmja dritare, nëse më lejon, që ne kemi për të integruar edhe ekonomikisht, edhe me të gjithë nevojat që ka tregu sot, përfshirë dhe atë të ushqimit. Është vështirë punosh me Ramën si kryeministër, si ministër financave, duke ditur që të gjithë aty përplasen, gjithë duan lek, gjithë duan para. Ndërkohë, Rama ka objektivat e veta si kryeministër. Ka qenë e vështirë për ju të punonit? Jo. Së pari, sepse unë të gjithë që më thoshin këtë pyetje dhe jashtë kuintave, kam thënë jo, sepse argumenti prevalon. Dhe mua në asnjë moment, jo vetëm në debatë drejt për drejt, por me gjithë kolegët, nuk na ka munguar as argumenti, as debati i konstruktiv dhe në fund është vendosur më e mira e mundshme. Kështu që jo, aty ku ka argument, aty ku ka një diskutim, aty ku ka një radhë, fondet buxhetore shpërndahen proporcionalisht ku dhe rezultati është i prekshëm, nuk ka qenë ky shqetësim. Ndërkohë, edhe në kohën e pandemisë dhe tërmetit ka qenë një frymë ekipi që unë nuk e kam parë as te kompania më parshme, që është private, sepse të gjithë janë përpjekur, flasim si kabinet ministror dhe më tej, po flasim në momente krizash, ka qenë një frymë ekipi që ne punonim gjatë gjithë ditës, natës për të mbaruar gjithë aktet, pavarësisht se ka disa limite kohore, ne mund ta bënim dhe brenda 24 orëve duke respektuar gjithë aktet juridike dhe pjesën teknike. Zona Dena, nuk është përgjegjësia juaj, por ka akuza, sepse juve e keni mbyllur si ministra financa, ka akuza nga opozita që nuk është mbaruar procesi i rindërtimit, nuk janë dorëzuar shtëpit. Këto vinë për faj të proceseve burokratike, për faj të mos plotësimit të dokumentacionit nga ana e nevojtarëve, apo janë akuzat e egzageruara të opozitës këto? Sepse di për shembull raste kur i është thënë tjetrit, urdhëro ku e ke shtëpinë, jo, po unë dua te fshati ku e kam pas, te vendi ku e kam pas, një ndër arsyet. Rëtan, do të ndajmë procesin e rindërtimit në 3 aspekte. Së pari në atë që janë mbështetje nga donatorët dhe që jo domosdoshmërisht ka qenë e lidhur me banesa, se kemi edhe shumë shkolla të bërë prej tyre. Atë që lidhet në mënyrë të drejtë për drejtë me fondet buxhetore, ne alokuam fondet të rëndësishme buxhetore në ato vite, të cilat sigurisht do kishin jo vetëm radhën e tyre të bërjes procedurave, por edhe të prokurimeve, ndërtimeve dhe përfundimeve. Ky nuk është një proces që bëhej brenda një nate. Ke Italinë që ka vite të tëra dhe nuk ka zgjidhur. Ndërkohë që neve sot flasim për zona të tëra ku kanë hyrë banorët si në Thuman, në Laçë, në shumë vende tjera. Aty ku ka ende punë për të bërë, janë pjesë të një procedure e cila jo domosdoshmërisht lidhet me buxhetimin, apo me prokurimin, apo me vendodhjen, por lidhet edhe me procedura që vetë individët dhe njësitë e pushtetit vendor kanë vendosur dhe kanë zgjedhur t'i bëjnë në një moment
sipas një rregulli të caktuar dhe tashmë për të dalë nga ai rregull duhet zbatohet një procedurë tjetër. Kështu që nëse dikush e do prap aty ku ka qenë, duhet edhe një herë të bëhet procedura nga fillimi. Po këto janë raste sporadike, nuk mund të jetë përjashtimi nga rasti fenomen. Fenomeni është që qeveria shqiptare dha fonde në mënyrë të drejtë për drejtë, për te ndihmave që erdhën, për te asistencës që erdhi, nuk bëhej rindërtimi pa mbështetjen buxhetare, për të realizuar ato ndërtime dhe ato akomodime që janë bërë të ndërkohë, dhe mos të harrojmë bonusin e qeras, se po flasim prapë për aspekt social. Janë shpërndar shtëpi në të cilat nuk ka pasur nga ata që i kanë marrë nevojën për të dhënë kredi, apo për t'i blerë. Por për gjatë gjithë këtyre viteve nuk është ndar bonusi i qeras. Dhe ky është një aspekt social, se më bët pyetja më përpara, ai është i majtë apo jo. Dhe vjetë procesi i ndërtimit e tregon dhe një herë formatin e orientimit të majtë në raport me atë që është edhe në rast krizash dhe situatash si reagon një qeveri. Dhe po, ka qenë një mbështetje drejt për drejt atyre që kishin më shumë nevojë. Atëherë jeni ministria e cila paka shumë ju ka takuar ose t'ju vi zjarri sipër, siç është rasti tërmetit edhe i pandemisë, ose t'ju hedhi në mes të zjarrit, siç është rasti i Ministrisë së Bujqësisë, e cila është një ministri që përfaqëson një sektor të rëndësishëm tonin dhe duhet jetë patjetër një suport në të ardhmen, jo vetëm për të mbajtur popullsinë në fshat, por edhe për të mbështetur turizmin, nëse do ja dalim që të bëhemi një pol i turizmit. Si ka qenë kalimi në Ministrinë e Bujqësisë? Ministria e Bujqësisë është një ministri që të lidh me realitetin. Pra, kalimi nga shifrat, tabelat e Ministrisë Financave, vajtja dhe përballja jo thjesht në aspekt sektori, por edhe me problematikat e fermerëve në sektorin e blegtorisë, apo prodhimet e serave, apo të peshkimit, se janë të treja pjesë e të njëjtit portofol. Unë që vitin e parë u përballa dhe me disa greva në Urdhën e Kardicit, me pjesën e prodhimit të qumshit baktive timta, që kishin probleme të saktuara. Unë kam zgjedhur gjithmonë të shkoj dhe t'i takoj, ose kur vinë dhe kërkojnë të takohen tek ministria, unë i marr gjithmonë brenda, edhe pse ata mund të vinë të irrituar, ne ulemi dhe flasim. Tani bujqësia dihet që është një sektor i cili kontribon në mënyrë të ndjeshme në produktin e brendshëm bruto, dhe përtej diskutimeve nëse ka një ulje, dhe ulja është me statistika, sepse nga 20% që ka arritur në 16.22%, po letë mos harrojmë që bujqësia në vendet e tjera bashkimit përparën është me 2, 3, 4, 5%, për ne është akoma e rëndësishme. Dhe transformimi nga një bujqësi e vogël, familjare, me ferma, me parcela të shpërndara, shumë të vogla, me 36% dritan e fermave plektoriale janë me 1 deri në 5 lop. Kjo nuk mund të quhet ndërmarrje. Dhe ne përgjatë gjithë kësaj kohe, dhe nuk ka nisur tani me mua, po edhe para arsit e mi, në mënyrën se si skemat kombëtare i orientonin drejt një dyshemeje për të dhënë skema në mënyrë që edhe të nxiteshin për të bashkuar produktet e tyre drejt një tregu. Por bashkimi në Shqipëri nuk kupton kooperativa, dhe ne gjithmonë themi nuk po flasim për të njëjtat formate kooperativash, ne po flasim për bashkim operatorësh, për interesin për të shkuar në treg, jo për të bashkuar pronën. Nuk do t'ja usjellim ne kryetar në kooperativës, do t'a zgjidhni jo, as kryetar nuk duhet, Rita, nuk duhet kryetar. Ideja është që nëse 4, 5, 10 fermer bien dakord që përveç faktit që të kenë një agronom apo një veteriner që lidhet edhe me sigurinë ushqimore, që i monitoron edhe në raport me çfarë farash fidanësh mbjellin. Si e përdorin tabelën e përdorimit pesticideve. Pesticidet ku i blejnë, se duhet i blejnë farmacitë bujqësore, jo në ndorë, se mund t'jenë dhe të ndaluara. Kur është data e vjeljes, apo ajo që quhet ndryshe karenca. Të gjithë këtë punë, apo të pjesë e blegtorisë, vaksinimi e kështu me radhë, në qoftë se një grup të vogël e ndjek një veteriner apo një agronom, në fakt, grupi nuk ka nevojë për kryetar. Ata kanë nevojë vetëm që këtë produkt me këto karakteristika të sigurisë ushqimore t'i çojnë te pikat e grumbullimit. Pikat e grumbullimit për gjatë viteve të fundit janë rritur. Janë gati 400 pika grumbullimi dhe përpunimi, sepse në qoftë se kjo pjesa e zinxhirit, pjesa e mesme e zinxhirit nuk do të funksiononte, ku do shkonte ky produkt?
Do të shitej si. Neve sot kemi gati 537 milion euro eksporte. Nga 104 milion euro që ishën 2013. Kjo shifër, gati 5 fish, nuk do rriten qofse këto pikat e grumbullimit, nuk do kishin dhoma frigoriferike, nuk do kishin mundësin të seleksiononin si pas saj cilësie. Pra, fermerët këta 10, plus pikat e grumbullimit bëjnë një grup aktorësh, po kemi dhe hotelerin në Shqipëri e cila sot po kërkon më shumë se sa po kërkohet jashtë. Ne kemi një statistik që presioni i turistëve që po vinë në Shqipëri është për të prodhuar 1.5 herë më shumë se sa për eksport. Pra, në qoftë se jemi te 537 plus 700, sot jemi e kemi të kaluar 1 miliardin. Dhe e rëndësishme është që ne të konsumojmë produkte cilësore, siç e thash, por mbi të gjitha edhe të zvendësojmë pjesën e produkteve të importit që vinë me çmim më të ulët. Po nuk e bëjmë dot me 1 dynym, as me 2 dynym, as me 1 hektar. Sepse shumë nga këto produkte vinë më lirë nga importi dhe ti je sot në një ekonomi të hapur që nuk e pengon dot një mall hungarez, qumshti i lopës për shembull, të hyjë këtu dhe të konkurroj sepse mund të jetë më i lirë. Për këtë ka një nevojë të shtuar dhe për të rritur subvencionet. Po subvencionet duhet të jenë zgjuara. Dhe subvencionet që ne kemi gati 2 vjet që i kemi çuar në 52 milion euro, këto të drejtë për drejtët, i kemi kombinuar dhe me skema investimesh. Ndërkohë thonë që Maqedonia i ka më të larta, pa përmendur fondet. Maqedonia po, është e vërtetë që ka më të lartë, Kosova jo. Do me thënë, neve vjetë kemi dhënë të njëjtën shumë, 63 milion euro ka qenë skema e mbështetjes për skema investimesh, ndërtim serash, stallash, pika grumbullimi dhe skem të drejtë për të ulë kostot. Por mos të harrojmë që Kosova me Shqipërinë nuk ka të njëjtin nevojë buxhetor për të mbështetur bujqësinë. Unë, si Ministre Bujqësie, shoh që buxheti më i madh është tek mbështetja për digat, rast emergjence, sepse ne kemi një ulësirë që është e kërcënuar në mënyrë të vazhdueshme nga prurja e lumejve, kemi kanale ujitje kullimi, kemi hidrovor që i kemi trashëguar nga koha e Enver Hoxhës, koha para 90-s, në vitet 60-70 janë bërë akoma me pompa gazi dhe hidrovorët më të fundit janë zvendësuar pompat e gazit me pompat e reja, të cilat krijojnë një farë sigurie për punonjësit. 270 milion euro janë investuar në vetëm 10 vite për infrastrukturën e kullimit dhe për të ruajtur sipërfaqen e punueshme të tokës. Ne sipërfaqja e ujitshme e tokës është diku te 360.000 hektar. Kemi arritur që të ruajmë 300.000, kemi edhe 60.000 dhe brenda mandatit 4 planet janë që 100% sipërfaqja e ujitshme të jetë e ruajtur. Se pastaj të duhet ta mbjellësh, po ta ruash një herë. Pra, është një përmbledhje e shumë nevojave që ka Shqipëria me gjithë situatën gjeografike. Po për të thënë vetëm një gjë në raport me zinxhirin dhe organizimin e aktorëve në një bashkim. Ne nuk ja dalim dot të bëjmë një ekonomi të rëndësishme bujqësore, duke qenë të vegjël dhe të pamodernizuar. Nuk hyn dot. Jam shumë dakord me ju. As investimet në inovacion. Po si do t'i bëhet sepse mendoj që gjithë kjo vjen nga problemi i ndarjes së tokës. Jo. Nga 7.500 jo, sepse në rastin... Po janë toka 200 metra këtu, 1.000 metra atje, 300 metra... Sepse Dritan, në qoftë se interesi për të punuar tokën... Do me thënë nga një person nuk është se gjithë tokën e ka në një vend. Është e vërtet. Po pse duhet të ngelemi ne te ngastrat për të punuar tokën, duhet jetë interesi a ke treg për ta shit produktin? Unë jam ekonomiste. Unë nuk e nis nga fakti çfarë do mbjell, po kush ma blen produktin. Sot ka treg, sepse ju thash pak më parë, unë kam gjithë presionin e hoteleri turizmit, që më kërkon 1.5 herë më shumë ushqim se sa eksporti. Kam eksportin, kam Italin, që më thot më sill gjithë vajin e ullirit. Sepse u ra një sëmundje, në Pulja, erdhën, në 2022 ne eksportonim 60 litra vaj. Në 2023 5200 ton. Dhe teknikët e Ministrisë Bujqësisë, në takimet që kam pasur, më thanë, kemë vaj, se mund ta marrim gjithë. Po vajin që i quam ne ishte o i ruajtur në bidona, ose nuk kishte kaluar atë fazën e ruajtjes, dhe ata nuk e morën, sepse kanë ato testet e tyre. Pra, nëse ne sot prodhojmë cilësisht dhe prodhojmë në mas
Tregu sot ekziston si në nivelin e brendshëm dhe të jashtëm. Ne duhet vetëm të tejkalojmë problemin dhe limitimin ton, që nuk lidhet me sipërfaqen në raport me pronësinë e tokës, por lidhet me fragmentizimin e tokës që ne fragmentizojmë duke mos bashkëpunuar për të pasur një agronom, për të pasur një pikë grumbullimi, për të pasur një hotel, dhe kjo në botë njihet si zinxhir vlere. Kur kam punuar për fondin e garancisë të Bergit, kam lexuar pafund atëherë se çfarë do thotë zinxhir vlere. Në anglisht ka dhe një terminologji, nëse ma lejon, contract farming. Dhe kush është në këtë teknologjinë e bujqësisë e di që contract farming është një zinxhir vlere që lidh 10.000 fermer me 50 pika grumbullimi dhe me 20 dhe 50 hoteleri. Kjo mund të jetë një kontratë e tërë. Ne sot ende nuk kemi kontrata dhe këtu nuk lidhet të kush e ka që punon tokën. Rëndësi ka që aty ku mund të mbillet bostani, patatja apo një produkt tjetër, sikurse toka e përcakton, të gjithë pavarësisht se kush është, për pjesën që i takon, me letra, pa letra, ata mund të mbjellin për sa kohë kanë mundësinë e pikës grumbullimit apo të hotelerisë për ta shitur. Gjithsesi kjo fragmentarizim pengon modernizimin apo jo? Të futush traktorin për shkak. Ku do vi për dall traktorin? Po sepse neve sot na mungojnë kontratat. Nuk na mungon domosdoshmërisht pjesa e pronësisë, ose fakti që është e shkëputur. Na mungon thjesht një kontratë. Kjo nuk e bën çështjen e pronësisë tokës të nënvlerësuar nga unë, dhe dua që edhe nëse në pamjen e parë e nënvlerësova, do ta prek tani pse kjo është e rëndësishme. Jo, ju vat një rrugë zgjidhje në kushtet aktuale se si mund ta. Po jam duke thënë që nuk na limiton, sepse ky bashkim nuk ndodh as aty ku ka pronësi toke. Po, ku ka pronësi toke. Domethënë ne duhet të kalojmë dhe të tejkalojmë nevojën për të punuar vetëm një pjesë të vogël dhe sipas stilit ton. Kur ne mund të punojmë në një grup, jo duke bashkuar pronat, por duke bashkuar interesat dhe tregun. Kur ky treg sot ekziston. Ndërkohë, aty ku pronësia e tokës nuk është dhënë dhe aty ku nuk ka mbivendje, unë jam e bindur që në këtë mandat ne kemi një zgjidhje, e bëm te paketa maleve, ku mbështeti vendor nëpërmjet instrumentit të ri ligjor tek paketa e maleve ndihmon të gjithë të marrin tokën e tyre me €1, për sa kohë. Problemi i madh për zonat malore që duan të kthehen gjithë ato. Dhe njëjta gjë parashikohet të ndodhi dhe për tokat bujqësore. Pra, të dyja adresohen, edhe nevoja e fragmentizimit dhe segmentizimit, po dhe nevoja e pronësisë së tokës. Në këto 5 vite, ne do kemi fonde buxhetore nga Bashkimi Evropian gati 300 milion euro në vit për transformimin. Në momentin që ne mbarojmë bërjen e ligjeve. Do të kemi tregun i cili vjen gjithmonë në rritje në kërkesa. Lidlli po vjen në Shqipëri. Dhe do të ndërtoj vetë pikat e grumbullimit dhe të shitjes, se nuk do i ketë të pakta në Shqipëri, do fillojnë 15, po do shkojmë më shumë. Kemi shkuar në lindje, jo vetëm në perëndim, sepse ka produkte tona që kërkohen në lindje, si të peshkimit apo të mjaltit, bimëve medicinale. Ne duhet vetëm të mbjellim dhe të ruajmë të gjithë protokollin e pesticidit, apo, pse jo, të luftojmë biologjikisht. Në 2024 të VSH-ja u zerua për të gjithë produktet që luftojnë sëmundjet nëpërmjet insekteve. Gizi është truar këtu këmbkryq me projekte me ne, duke na mësuar si të bëhen protokollet biologjike. Ne bëm ligjet e produkteve organike vjet. Dhe nuk them që të gjithë duhet bëjnë organiken, sepse kërkon investime, është një rrugë e gjatë, standarde mundet të realizojmë në 2035-ën, po ne biologjikisht mund të prodhojmë. Sepse serat tona, qoftë dhe me 1 hektar, në fier ka raste konkrete, por dhe në rastet e serave të domates, ku fakti që nuk punohet me pesticide, por punohet me insekticide për të luftuar, i ka rritur 2 fish vlerën e produkteve direkt në pikat e grumbullimit për në eksport. Pra, edhe aty ku ka përdorim të protokolleve dhe ndjekje të tyre, këto pika grumbullimi që thash pak më parë dhe që janë 400 të bëra nga gati 1000 investime që kanë ndodhur 10 vitet e fundit, edhe nga ZHBR-ja, kanë qenë këtu. 400 pika grumbullimi për punimin dhe 120 agroturizme. Dhe pa ndihmën e ZHBR-s, frale dhe fondeve të Bashkimit Evropian të i partë, këto nuk do bëshin. Dhe ky zinxhir është përmirësuar, thjesht duhet të shkojë në një nivel tjetër.
Më përmendët AZBR, në fakt do aty bëja edhe një dy pyetje të tjera, po përfitoj nga rasti që është e kaluar skandali, akuzat që pati ndaj tyre për devijim të fondeve, për AZBR-n dhe IPARD-in të dyja. Shiko, këtu ka shumë, ne na duhet një emision në vete për këtë, dhe unë kam bërë një interpelancë edhe në parlament, dhe neve duhet që të jemi shumë kujdesshëm kur flasim edhe për skandale dhe për akuza. Ato janë çështje të cilat në raport me çfarëdo lloji gjë është e vërteta, është e parakoshme për të folur këtu sot. Por unë ato që kam menaxhuar është menaxhimi i mbylljes së IPARD-2-shit, i cili ishte një proces që u mbyll në 2023-shin, dhe ku DG Agri, që është, si thua, Ministria e Bujqësisë në Bruksel, që është kontraparti ynë, na kërkoi që neve të kishim një strukturë të AZBR-s më të përmirësuar dhe disa sisteme IT-e të implementuara. Dhe një plan pune, një vjeçar, të cilën ne na kanë aprovuar, e kemi bërë ne, planin e punës, ata ne aprovuar në shtator dhe ne besoj që në korrik i mbyllim gjithë detyrat e shtëpisë me kërkesat që ata i gjykojnë si të drejta për të përmirësuar, me objektivin që IPARD 3-shi, i cili ka 9 masa, nga 4 masat e IPARD 2-shit hapet. Dhe ndërkohë çfarë kemi bërë? Kemi dhënë fonde buxhetare për të mos ndërprerë ciklin e prodhimit. 700 hektar sera në 2013, sot janë 2100 hektar sera. Unë i përmend ajo pa qëllim serat. Serat e kanë çuar rritjen e eksporteve. Nëse ne nuk bëjmë 200 hektar sera çdo vit, ne na ndërpritet zinxhiri i prodhimit për eksport apo për vend. Kështu që qeveria shqiptare dhe vjet, kryeministri, mbas kërkesës që i bëra si ministre bujqësie dhe ministri financave, dhan 15 milion euro për fonde për ndërtim serash, stallash dhe mekanik bujqësore. Dhe këtë vit ne parashikojmë përsëri një skem tillë investimi, konsiston në 50% grant për ndërtime të këtyre kapaciteteve, përfshirë dhe pika grumbullimi ku është e nevojshme. Dhe është viti i parë, dhe këtu futet një çik background im bankar, është viti i parë që unë jam shumë e kënaqur që po e drejtoj vetë këtë proces të rritjes së financave në sektorin e bujqësisë, fal vizionit dhe mbështetjes dhe të kryeministrit, se pa atë vizion dhe pa mbështetje është e pamundur të zhvillohej. Ne kemi një fond të një shumë të rëndësishme, 250 milion euro, që Banka Qendrore ja ka dhënë bankave të nivelit 2 me një normë super të reduktuar interesi. Dhe pjesa më e rëndësishme do të shkojnë në këto infrastruktura që përmenda. Po do të thotë që së bashku me garancinë sovrane që e lançojmë në muajin korrik, një sektor, një aktivitet në sektorin e bujqësisë merr një kredi me 2% interes. 2% interes as kredit e shtëpive nuk janë. Ato që janë për ndihmë sociale. Pra, të mendosh që për herë të parë. Vetëm Banka Islamike jep më lirë. Po, dhe varet sa jep. Dhe varet sa jep. Ndërkohë që ne po flasim 250 milion euro me normë interesi 2%, ku 70% e kolateralit për hir të atij dokumentacione të munguar që thamë mbajmë ne. Plus 50% grant, ne po flasim për një formë tjetër të bërit ekonomi bujqësore. Jo më të vogël, por shkallë, dhe me mbështetje të rëndësishme financiare. Kjo shikohet të çdo frutshitës, perimeshitës, ku tashmë gama e domateve janë edhe ato të importit, po janë edhe këto prodhimi i vendas, duke filluar që nga domatja San Marzano, Ciliegin, e tjera. Një pyetje të fundit për sa i përket çështjes subvencioneve. Shpeshherë kanë dështuar. Kjo fillon që nga qeveria Berisha, i cili dështoi me sistemin e subvencionit të naftës, të karburanteve, por edhe pastaj të degradimit të këtyre sistemeve. Për shembull, dha sistemin e ndihmës me ullim falas, ku filluan kryetarët e komunave u jepnin anëtarëve të PD-s, fillonin qyfyrët shqiptare, domethënë në terren. Juve mendoni që këto skemat e subvencioneve do janë moderne si në Europë? Nuk kemi rrugë tjetër, sepse neve, nëse themi 2027 do mbyllim gjithë kapitujt, do të thotë që unë do kem bërë edhe sistemin e IT-s
LPIS, po e them në shkurt sepse teknikët e njohin, sikur se kërkon Bashkimi Evropian, dhe duhet të kemë bërë skemën totalisht të përafruar me Bashkimin Evropian. Unë kam filluar ndërkohë, dhe me Ministrin e Financave kemi ngritur një grup pune që të dy palët shikojnë dhe mbështetjen me tavane buxhetore edhe të përafrojnë skemën. Skema që në vitin që vjen dhe në vijim do t'jetë totalisht e përafruar, pra nuk ka asnjë hapësirë. Ky rikthimi ynë drejt Bashkimit Evropian është lajm shumë i mirë për të gjithë, është edhe për të mos krijuar asnjë ministër, as unë përfshirë ndonjë ide se do krijoj skemë 3. Jo, skema është gati, merr dhe adopto atë të Bashkimit Evropian dhe shko përpara. Pensojmë që nuk bëhet në stil shqiptar. Nuk mundet, sepse shiko Dritan, asnjëri nuk ka mundësi që të devijoj nga negociatat me Bashkimin Evropian. Ne negociojmë çdo ditë. Dhe nuk ka asnjë mundësi që ti të devijosh, kështu që diskutim vetëm kam hallin e aplikimit se ne kemi parullun ku ka ligje ka dhe shtigje. Jo, po nuk do bëhet asnjë aplikim pa sisteme. Dhe kjo është risia tjetër shumë e rëndësishme. Që këtë vit që kaloi ne bëm një sistem, pra edhe skemën e investimeve që unë përmenda 15 milionë, ne e kaluar mjet sistemit IT-s, një detyrë shtëpie e bërë tashmë dhe për komisionin nga ana jonë. Dhe aty çdo faturë që vinte nga pajisje të ndryshme, shkon të futej në sistem dhe i thoshte jo, çmimi mesatar i kësaj pajisje, traktor, është kaq, kështu që kaq do japësh. Dhe janë çmime të rrahura jo vetëm në Shqipëri, po në Evropë më gjerë. Sepse kemi pasur probleme, jo me subvencionet pastaj për baktitë, më thënë tash, unë i lexoj, nuk është se jam një njohës në themel. Në momentin që e shikoj problematikën ka rënje të numrit të baktive, për shumë. Ajo vjen dhe si rezultat të lëvizjes njerëzve, por ka dhe një gjë, Dritan. Mua më thoshte një pronar bazë në Tragjas, që ka një bazë ultramoderne, nuk rrinë të unë me 600.000 lekë, shkojnë çoban në Greqi me 500 euro. Thoshte hajde jepi dungë kësaj pune. Pra ka edhe një lloj psikoze këtu që është e vështirë ta shpjegoj dhe psikiatër, se psikologu jo. Është tranzicion, do thosha, nuk ka nevojë për psikiatër, janë momente, janë faza të zhvillimit të një vendi, i cili të vetmin dritare ka Bashkimi Evropian, por brenda dritares Bashkimit Evropian do kuptohet një gjë. Mënyra e të bërit biznes nuk do jetë më, siç e that pak me stilin ton, po mbaj 5 lop, po mbaj 100 të imta dhe po e quaj biznes. Do duhet që të jetë rentabël. O bashkoju o vdiqja. Dhe në qoftë se nuk bashkohesh, mund të zgjerohesh sepse ti ke skemat e mbështetjes me grante. Pra, nevoja është për të rritur shkallë sepse ty nuk ka kushtmarrje një qumësh, as baxhet tona, as fabrikat tona. Në ato shishat plastike pa pasur cilësinë. Kështu që do të shkoj deri aty detyrimi për ndërmarrjet që dhe menaxhimi i mbetjeve të kontrollohet përpara se të jepet fondi. Që do të thotë, kondicionaliteti i dhënies së subvencioneve është baza, dhe në qoftë se ti nuk e plotëson këtë kondicionalitet, nuk e merr skemën dhe midis dy elementëve, të marrësh një skemë dhe mos ketë rendiment, apo të marrësh me kondicionin e cilësisë, më mirë kjo, më pak, më mirë, më me shkallë, po shpresojmë që duke u bashkuar edhe shkallat bëhet dhe subvencionet merret dhe të gjithë të gjejnë veten bashkë. Sepse nuk, edhe një herë them, nuk është e nevojshme të thuash, ne si mi bashkuar si jam më bërë me vllajin. Unë vjet së bashku me ekipin e ministrisë tentuam dhe tham, sikur ne të bëjmë me një kontratë pa noter. Nuk më duhet noteri për të kuptuar që 4 fermer të kenë një agronom. U regjistruan të një libër fermeri në agjensin tonë dhe i ndoqën një agronom të 4 fermerët. Ky quhet një grup. Ne bëm 322 të tilla. Kuptohet, 4 ishte më e vogla, pati edhe 10, po shqiptarët bashkohen. Nuk është tabu, është vetmja nevojë për të adresuar incentimin financiar dhe orientimin drejt investimit siç duhet. Kështu që nëse ne themi 250 milion euro kredi me 2% interes, ku 70% e risku të kredis e merr shteti, ku 50% e grantit për një skem të rëndësishme të ndërtimit, ser, stall, akuakultur, agroturizëm, e ke nga mbështetja buxhetore, qoftë shqiptare apo ajo e Bashkimit Evropian, atëherë ti nuk mund të rrish më me një dynym të shkosh te 1 hektar 5 që të fusësh edhe mekanik.
Një pyetje në fakt doli e parafundit e që bëra atë pyetje e fundit sepse dua të hyj u zgjara pak për faktin që bujqësia është vend shumë i rëndësishëm, sektor shumë i rëndësishëm dhe na ngacmon të gjithë, aq më tepër duke parë edhe zhvillimin e turizmit, sepse thonë që okay, po zhvillohet ky turizëm, po çu kuptua në kohën që ne importojmë nga Maqedonia. Po një pyetje e fundit, kam parë toka pafund të papunuar, për shembull nga Kolonja deri në Fier, një ajo fusha e Mëzëqesës, cila është Gjallahir, është e papunuar e gjitha. Do merren masa kundër këtyre fshatarëve që kanë certifikata dhe nuk i punojnë, ose kanë AMTP dhe nuk i punojnë këto toka? S'mund të lihet. Toka, e thot Adam Smithi, është produkti më i veçantë. Toka bujqësore, vetëm kjo nuk shtohet. Shtohet popullsia, ulet industria, bëj çfarë duash. Por nuk kemi as në kushtet që ligjërisht mund ta detyrosh. Ti mund ta vetëm ta incentivosh. Dhe një nga arsyet pse paketa e maleve është një incentiv dhe jo një detyrim është sepse nga njëra janë i jep mundësin për të marrë tokën me €1, atë certifikate që s'do merrte nëse do priste sa të bëhej AMTP-ja, dhe dyta 500 të parët kanë 0 taksa në 10 vite. Dhe nëse flasim për incentiva të tillë, atëherë po flasim për një zhvillim. Dakor, po si t'ja bëjmë atija që ka ikur në Greqi, nuk paguan as taksën e asaj toke, thot letë të rrima aty. Ndërkohë ai se ka ndërmend të kthehet fare. Megjithatë thot aty është toka ime, nuk e punë. Kam dëgjuar që në Kroaci dhe në Gjermani nuk ta lënë më shumë se 3 vjet, vjen ata me shtetin. Nuk e di se sa e vërtet është. Shtetëzimi nuk është një model që ne kemi sot me ligj, dhe as nuk e parashikojmë, por ka një nevojë të kuptojmë që sot ushqimi është komoditet. Commodity është. Po. Dhe gjithnjë më shumë, po u bë cilësor, do ketë vlerë. Dhe mund të ketë një vlerë shumë më të shtuar se dhe shumë angazhime tjera që kanë bashkëdhetarët tanë në Greqi. Kthimi i tyre nuk mund të bëhet me detyrim, duhet bërë vetëm me incentiv. Unë jam e bindur që edhe thirrjet që bën kryeministri, edhe në tregun e punës që ishim në Greqi, edhe në kthimin e emigratëve për të investuar, është një kthim për të investuar në vendin tënd ku rentabiliteti është më i lartë se sa një rrok diku tjetër në ndërtim apo në një sektor të parëndësishëm. Por ka pasur gjithmonë një paragjykim, a do më ndihmoj mua shteti, a i kam instrumentat? Nëse jemi duke folur për herë të parë për instrumenta financiar, siç janë, e thash edhe një herë, një kredi e rëndësishme në vlerë, çdo vit 250 milion euro. Norma të ulta interesi, grante dhe kushte të lojës së ndershme në raport me punën, mendoj që edhe kjo është një incentiv në vetvete për të ardhur dhe për të punuar. Le të shpresojmë. Qoftë për ta dhënë me qira. Le të shpresojmë. Më duket shumë e vështirë dhe më vjen gjuna në fakt kur i shikoj dhe ai të thotë po deshëm merr me 50 euro Gjithnjë më shumë që në Pulja është me 5 euro metri katror. Gjithnjë më shumë do ketë një presion të shtuar ndaj dhënies së tokës me qira nëse nuk do vish ta punosh vet, sepse gjithnjë më shumë ka sot nevojë për produktet shqiptare në tregjet ndërkombëtare dhe të hotelerisë. Eksakt. Zonja Denaj, kthehemi në betejën politike të ditës. Ministre bujqësisë, por në Tiranë, në kryeqytet në Tiranë. Një zhvendosje mbasi unë e di që ju e keni punuar fort në zonën ku keni qenë në qarkun e Vlorës dhe tani papritet madh zhvendosje në Tiranë. Është një sfidë kjo? Një miku im amerikan më tha fantastike, qendra e politikës. Dhe në një farë mënyrë është e tillë. Unë bëra një eksperiencë të parë politike në qarkun e Vlorës, jam shumë mirënjohëse, mësova shumë, pasi unë jam një person teknik, edhe për te fakti që unë kam punuar edhe në bank, edhe me projekte, me terrenin, asnjëherë se kam parë në këndin e shërbimit publik, e kam parë në aspekte të tjera. Kështu që duke qenë deputete për 4 vjet në 4 bashkit, përfshirat Sarandës, Elvinës, Konispolit dhe Finiqit, me një kombinim edhe krahinor shumë interesant, me një ekuilibër për të vlerësuar në të gjitha aktivitetet e mia, duke filluar nga ato politike, publike, deri te sociale. Mendoj që mësova shumë dhe bashkërendova shumë aktivitete që si në gjuhën tonë e themi, bëra nga vetëm, bëra eksperiencën e parë dhe jam shumë mirënjohëse.
Kam marrë dhe kam dhënë shumë energji dhe pse jo në Tiranë ku unë jetoj, ku siç e thash, një miku im thotë qendra politikës dhe ku sfida për të marrë më shumë mandate në një Tiranë që zhvillohet dhe do zhvillohet dhe më shumë, i ngelet Partisë Socialiste dhe pse jo, kjo Partia Socialiste të ketë më shumë mandate në një qytet si Tirana që e meriton. Juve keni vetën e hapur, në fakt sepse ka shpresë, janë në mos gaboj 7 deri në 8 mandate që mund t'i marrë jashtë listës së mbyllur Partia Socialiste. Ne duhet të kuptojmë një gjë që brenda kësaj betejë kemi edhe sfidat tona, sepse unë jam në një zonë jo pak të rëndësishme në Tiranë ku përballem dhe me probleme të infrastrukturës. Unë jam tek njësia 13 që përfshirë Kodrën e Diellit, liçenin e Thatë dhe unë kam zgjedhur gjithmonë të mos evitoj përballjen me problemet. Dhe sigurisht që aty problemet lidhen edhe me cilësinë e ujit, lidhen edhe me rrugët ndoshta të ngushta, trafikun, sinjalistikën. Gjë që do të thotë, ka punë për mua mbas datës 11. Pra, përfaqësimi që unë e shikoj si një detyrim, si një vlerë për këtë rrugtim, mua do të më vë përpara përgjegjësisë me të gjithë banorët për t'i ndjekur dhe për të trokitur që këto probleme të zgjidhen gradualisht. Kështu që pse jo, aty ku ka një sfidë dhe ty të duket puna nesër. Unë mendoj që përtej zhvillimeve shumë të mira që ka Tirana, ka ende gjëra për të përmirësuar dhe zona që unë përfaqësoj përfshirë dhe disa zona rurale, edhe pse kuptohet unë përfaqësoj gjithë Tiranën në një farë mënyre si në listë hapur që jam, por për ndjekjen e detyrave mendoj si në aspektin rural, ku një element shumë i rëndësishëm që unë nuk e kisha vërejtur derisa fillova të merresha me statistika dhe të zonës, ishin zhvillimi i rrënjve të ullinjve në rrethinat e Tiranës, sepse gjithmonë e mendon ullirin si një produkt të Vlorës, Beratit. Në fakt, ritmi i rritjes së rrënjve të ullirit në qarkun e Tiranës është më i madh se sa i këtyre dy qyteteve tjera. Dhe kështu që kam shumë për të thënë, kam shumë për të komunikuar, për të ndjekur dhe mendoj që kam energji, eksperiencën e bëra në një zonë që më dha goxha, edhe në nivel njerëzor, dhe tani kërkesa e kryeministit për të ardhur këtu, unë jam anëtare e kryesisë partisë, unë shkoj ku të ketë nevojë në një farë mënyre, dhe Tirana është shumë mirë për ta përfaqësuar dhe në bindjet e mia dhe në dëshirat për të ndihmuar edhe në backgroundin që unë kam. Në fakt e mbaj mend qysh përpara 12-13 vjetëve që kjo zonë, pikërisht Salida, Kodra e Diellit, kishin probleme me shtrimin e rrugëve, por nuk më duke se diçka çështje pronësish që kishin këto rrugë dhe ishte shumë e vështirë për t'i qarë, për t'u mbushur mendjen që që do bëhet rruga, nuk e di tash mbase ka ndruar problematikën. Unë nuk mund të them që e njoh as historinë, as nuk e njoh kontekstin ligjor për të dhënë zgjidhje, sepse unë kam vetëm pak javë në përballje me qytetarët e zonës. Di që është një çështje e lidhur edhe me mënyrën se si qyteti mundet të organizojë nga sinjalistika tek urbanistika etj. etj. Nevojën për më shumë çerë dhe kopshte dhe shkolla. Unë kam parë edhe një nga kopshtet më të mira që mund të kem parë në Shqipëri, në të njëjtën zonë, por nevoja është për të shtuar këtë vlerë edhe në më shumë vende, pasi është e panevojshme të çohet fëmia që ngjash të marrë trafikun për të shkuar në një kopësht të largët. E njëjta gjë me shkollën. Kështu që krijimi i më shumë infrastrukturës për fëmijët dhe për të moshuarit, besoj që është shumë evidente për te sinjalistikës dhe mënyrës se si duhet qarkullojnë. Nuk jam eksperte e kësaj, nuk pretendoj që do jem, sikurse nuk jam eksperte e bujqësisë, unë besoj që kontributin bujqësie kam dhënë me mendësinë time financieres, duke dhënë së bashku dhe me eksperiencën si Ministre e Financave dhe me mbështetjen e kryeministrit një shtyrje të gjithë këtij procesi të financimit, paketës financimit dhe mendësisë për të rritur. Ndërsa si deputete është detyrim në momentin që marr votbesimin, nëse e marr këtë votbesim, për të ndjekur këtë problematika aty ku janë ekspertët, por për të mos evituar përballjen. Unë akoma ngre telefonin nga Delvina dhe nga Konispoli, edhe besoj që do ngrej gjithmonë, pasi mendoj që shërbimi si deputete është ndoshta shërbimi më i rëndësishëm
dhe punësimi më i rëndësishëm që mund të kem pasur në jetë, pasi vetbesimi i njerëzve është përgjegjësi, por është dhe emocion. Je komode në Partinë Socialiste? Jam. Unë jam e majt, jam rritur nga një familje që pavarësisht se e majt, dhe nga Vlora dhe nga Cafshatra andej nuk mund të ishe ndryshe, por unë e besoj... Një bujim, andej s'ka kisha e xhami, ka vetëm lapidar. Po, megjithatë besimi edhe andej po penetron. Dhe besimi në Zot s'është asnjëherë gabim. Por unë besoj tek Partia Socialiste sepse jo vetëm se jam e majt. Unë besoj edhe në vetë faktin që në këto 6 vite kam parë nga shumë më afër punën e bërë. Dhe punën e dizenjuar për të bërë akoma. Dhe vetë familja evropiane për cilën ne për 2 vjet mbyllim gjithë proceset është një punë e nisur për shumë vitesh. Ndërkohë, nuk ishte shumë e vështirë për të kuptuar idenë që kishte kryeministri për digitalizimin, sepse unë vija nga një bank ku nëse përpara 2010-s, me njëherë mbas krizës financiare 2008-s, ne u përballëm me shumë sfida si sektor bankar në gjithë botën dhe shumë korporata filluan të shkurtonin stafe, mirëmbajtja e një portofoli të mirë erdhi sfal formalizimit dhe digitalizimit. Dhe kur në 2019 dëgjoja kryeministrin që fliste për digitalizimin dhe shërbimet, për të ulur dhe gjithë përballjet edhe me elementin burokratik, korrupsion, thash, wow, kjo është muzikë në veshën e mi dhe sa më shumë të bëhet në këtë drejtim. Jo vetëm ajo që është bërë sot, se është gati 95% e shërbimeve online, por dhe elementet e tjera, duke folur ajo e bujqësisë që sapo tham, skemat, apo çështjet e lidhura me inspektimin. Inspektimi, qoftë dhe i produkteve ushqimore, nuk mund të bëhet sepse vendos një inspektor të shkojë apo vendos një inspektor tjetër mos shkojë. Ti ke gjitha në format sistemi dhe vetë integrimi evropian me këto detyrim ligjesh dhe sistemesh do të jetë mbyllja e këtij kapitulli dhe unë pse jo, atë që e kam dëshiruar, atë që e kam parë, e kam provuar, ta nxis dhe ta promovoj, dhe ta besoj. Pasaporta 2030 është një lloj parulle elektorale, apo besoni që në 2030 do jemi pjesë e BE-s? Një kohë që kjo do varet nga BE-ja, në fakt. Apo ne do jemi aq europian sa që BE-ja s'ka do thotë më. Jo, do t'i pranoj. Këto drejta nuk shkojnë në këto slogane. Unë them këtë gjë. Së pari, po të marrë një shembull konkret. Unë kam 3 kapituj. Kam kapitulli 11, zhvillim rural, 12 siguri ushqimore, 13 peshkimi. Një ligj për tyre është 600 faqe. Dhe ka secili nga 30 akte juridike. Do me thënë, puna që bëhet sot në ministri është e pa imagjinueshme. Unë hap së bashku me krye negociatorin, zonjë Mrelida Dhuka, diskutimet për klasterin e 5, që është bujqësia në qershor. Me njëherë sa dalim nga ky proces zgjedhor, ne futemi në klasterin 5 dhe unë kam 1 vit e gjysmë, 2 vjet kohë për të mbyllur. Unë apo kushdo tjetër që drejton këtë proces. Po flasim Ministri e Bujqësisë. Në këto 2 vjet, neve duhet kemi përfunduar të gjitha aktet juridike. Dhe dhe kemi komunikuar me biznesin. Paralelisht i themi kemi dhe mbështetjen financiare për të shkuar dhe për të akomoduar gjithë procesin e tranzicionit. Në 2027 e mbyllim kapitujt dhe fillon dhënia e aksesit financiar. Nëse unë vendos 50 milion euro si mbështetje me sistem dhe me subvencione, Bashkimi Evropian më jep mundësinë të aksesoj 500 milion euro. Unë këtë mundësi nuk e kam sot. Pra në qoftë se unë bëj ligjet, në qoftë se vë nga tavanet e mia 50 milion euro, ai 52 milion që u dha vjet, të jetë tavan për skemën mbas 2027-s, unë kam mundësi së bashku me gjithë bizneset shqiptare të aksesojmë 500 milion euro, që nuk është një shumë e vogël. Dhe ky është integrimi evropian, më shumë se sa pasaporta. Pastaj, është pasaporta, është moneda, ju e dini, këto janë procese. Rëndësishme është që ne të kemi mbaruar ligjet, aktet juridike në 2027, për cila, siç e thash, ne jemi shumë afër, jemi në përfundim unë 1 vit dhe i mbyll, dhe të bëhemi gati me gjithë përfaqësuesit e biznesit që kanë dëshirën për të zhvilluar sipas të gjitha këtyre rregullave të lojës, për të marrë atë shumë që Bashkimi Evropian e ka vendosur për Shqipërinë. E bëri me Kroacinë.
Modelin që ne po ndjekim, si asistencë teknike vjen nga Kroacia. Unë shpesh kërkoj asistencë nga donatorët, më duhet për këtë ligj, më duhet për këtë vlerësim. Ne nuk kemi ekspert për të përllogaritur kostot, se nuk e kemi bërë këtë rrugtim. Dhe shpesh donatorët më sjellin nga Kroacia, që jam shumë e lumtur në fakt, sepse ata e kanë bërë këtë udhëtim të fundit. Dhe ata morën dhe vlerësimin maksimal të përkthitjes fondeve. Kështu që janë duke na dhënë një ekspertizë të mirë se si çdo gjë që do na vijë në dispozicion ta marrim. E ke ndjerë bullizmin, sidomos nga opozita, në periudhën që ke qenë deputete, ministre? Unë kam ndjerë një gjë tjetër. Nuk fjala bullizëm nuk më përfaqëson, nuk e them dot nëse është kjo epitet. Sulme. Sulmet janë, me thënë, mua më bezdisen më shumë disa portale të cilat flasin pa prova se sa debati me opozitën, sepse janë në të drejtën e tyre për të bërë debate. Mua më ka bezdisur një gjë në jetën parlamentare. E para, këmbët e karrikës që hidhen, boja që hidhet, pa mundësia për të diskutuar dhe për të komunikuar pa fyerje, por që të kërkosh llogari është legjitime, se cili nga deputetët dhe shumë prej tyre përdorin kërkesën ndaj ministrit për llogaridhënie nëpërmjet interpelancës. Unë nuk i trëm me interpelancave, nuk i trëm me masmarrjes shënim në ditët e caktuara të nevojave për të ndryshuar. Ne kemi ndryshuar, unë edhe skemën kombëtare më të fundit që lançuam na erdhën disa ankesa, ishin dhe nga demokratët, ankesat, nga deputet demokrat, për të hequr një skicë dhe sigurisht që ndryshimin e bëm dhe unë e kam efektuar të premten. Pra, kur është për një proces që ka argumentin, ka sensin e masës dhe të diskutimit, është shumë mirë. Po, parlamenti që është me karrike, me zjarre, është... Nuk e di çfarë emri mund të vihet. Unë e kam nisur për ballin time të parë në 2019, ka qenë janar, sa isha bërë ministre financave, dola të flisja për buxhetin dhe më erdhën 40 burra e gra. Në fakt po shkonin të flisnin me kryeministrin, po i kisha këtu përpara dhe nuk impresionohem. Por më vjen keq sepse ne nuk jemi aty për njëri tjetrin. Ne jemi aty që të bëjmë një gjë të mirë për ata që na kanë votuar dhe duhet të i kalojmë këtë mënyrë të bërit politik duke hedhur baltën e panevojshme. Aty ku ka denoncim, por denoncoje, ka organe sot të drejtësisë që mund ta denoncosh, ka formate mediatike që mund ta denoncosh, po hedhja e karrikeve dhe këmbëve të karrikes është rrezik dhe unë jam ndjer shumë afër edhe rrezikut fizik në momentin që po shkoja të ulesh atë një vend ku ajo karrike mund të mbinte kokës dhe ky nuk është modeli për cilin ne shkojmë punë për ditë. Dhe ministre, është vështirë ti jesh ministre nën, deputete nën, politikane nën? Unë kam punuar gjithmonë fort dhe kam munguar shpesh në shtëpi, por ma kanë falur, jo vetëm djali im, po edhe prindrit, edhe gjyshja, edhe motra, edhe vllai, edhe burri, por gjithmonë kam mësuar në shumë vite që po të kalosh kohë të mirë cilësore me ta dhe të jesh afër aty kur duhet, kjo kompensohet. Kështu që ritmi i jetës edhe në vendet e tjera të botës është i tillë që nuk janë çdo ditë bashkë. Dhe unë ndoshta edhe për faktin që kam bërë një jetë të tillë më përpara, jam mësuar. Unë jam çdo ditë kur ata kanë nevojë dhe kur unë kam nevojë. Kështu që jam shumë falënderuese Zotit për familjen që më ka dhënë, atë ime të afërt, por edhe familjen më të madhe, dhe e mirëmbajmë njëri tjetrin deri tek gjyshja. Kryeministrin e burra në quhet i gjysma jemi të Shyryk. Tash i neve na pëlqen gjithë të themi që unë jam te kjo pjesa jo Shyryke. Por duket që ka një preferencë për gratë në qeverisje edhe për faktin, unë nisem nga kjo që gratë janë një çik më pak të korruptueshme, e kanë më siklet të hynë në pazare, dhe ndoshta kjo është edhe preferenca e tij për gratë, po ju keni ndonjë mesazh për gratë? Unë kam punuar në disa kapacitete ku kam drejtuar programe të barazisë gjinore dhe si ministre financave, por dhe si një punë që kam bërë 4 vjet me Bankën Botërore, antare bordit për
zhvillimin e barazisë gjinore. Dhe nuk është një problem shqiptar, është problem ndërkombëtar. Unë nuk besoj që ne duhet gjithmonë të ankohemi, e them dhe këtë. Nëse duam barazi, duhet luftojmë për barazi, jo vetëm të themi s'na e kanë dhënë. Në këto vite janë dhënë, edhe kuotat gjinore në parlament janë të rritura, edhe zëri ynë dëgjohet. Unë kam vetëm një shqetësim kur vjen punat e gratë sipërmarrëse, sepse sipërmarrja për to bëhet nganjëherë pa mundur kur mendojmë burokracitë e shtetit dhe i duket sikur është punë vetëm e burrave. Po dhe kjo gradualisht do ndryshojë. Sot 35% e grave janë sipërmarrëse dhe nuk është shifër e ulët. Jo. Kështu që mbetet një rrugë e shkurtër dhe gjithë ky procesi i lehtësisë të bërit punë dhe biznes edhe me administratën do jetë i rezauruar. I vetmi problem është norma sociale, që është kudo dhe që manifestohet në dhunën ndaj gruas. Dhe në këtë pikë mendoj që temperi, natyra, edhe jona ndoshta, jo vetëm si gra, si shqiptar, apo disa rregulla të trashëguara si norma sociale e limitojnë gruan. Nuk janë as ligjet, nuk janë as mundësia apo pamundësia për të bërë biznes, është vetëm norma sociale. Kështu që nëse ne punojmë çik më shumë në aspektin social për të marrë afër më shumë gra të dhunuara, për t'i ndihmuar, për t'ia dalë, apo për të dhënë një ndihmë sociale grave të dhunuara në raport me fëmijët, mendoj që këtu bëjmë një punë më të mirë për t'i integruar dhe për t'i hapur, për të bërë dhe ato aktive në punë dhe në shoqëri, edhe për të rritur dhe fëmijë më të mirë. Dhe ministre, juve keni më kollaj të punoni me gratë apo me burrat? Nuk kam ndonjë, do të thënë, aspekt marrëdhëniesh, nuk kam vënë ndonjë, gjithmonë liderat i kam pas burra, kam punuar mirë, por jo, kolegët i kam pasur, nganjëherë nuk është niveli vertikal, është niveli horizontal, se nëse komunikon mirë në nivel horizontal, edhe raporti me liderin është më i mirë. Kështu që besoj të dyja kombinohen. Nuk kam pasur ndonjë problem në këtë. Çfarë numri janë në listën e Partisë Socialiste? Unë nuk preferoj të them numër, sepse njerëzit do ngatrohen, do shkojnë pastaj mos votojnë 5-ën, do shkojnë të votojnë 8-ën, se kështu ndodhi. Po numri 5 është Partia Socialiste dhe po të zbresësh jo shumë larg nga 5-a. Gjendet emërim, shqyqur ka vetëm një Anila. Megjithatë, unë them gjithmonë është vota është emocion dhe duhet ai që e jep ta vlerësoj që po ja jep dikujt sepse e beson. Nëse jo, ajo vot nuk vlen. Edhe unë vot besimit do ta kërkoja për vlerën, për atë që unë përfaqësoj dhe për atë që dua të bëj. Është në fakt edhe ju duhet të shpjeguar njerëzve që nëse votojnë një emër, po një subjekt tjetër që është PS-ja, vota është e pavlefshme, po. Shkon e pavlefshme, kështu që Shikon, në 2021 në drejtan e bëm disa gabime, edhe në mënyrën se si e të i quam në votën personale, dhe unë prandaj evitoj të them e sa ta am listë, pasi atëherë kishim numrin 12 për Partinë Socialiste dhe një numër personal. Dhe njerëzit ngatruan dhe shkuan tek numri personal për partinë dhe pastaj gjetën dhe fituan 5% votave persona që mbasi s'do kishin fituar. Në rang Shqipëria, tani neve fokusin e kemi tek vota e Partisë Socialiste dhe unë këtë e bëj për ditë, unë jam e deleguar politike, siç e thash jam antare e kryesisë së partisë dhe dua që Partia Socialiste të marrë më shumë mandate në Tiranë. Nëse pastaj vota mbas 5-s shkon për emra të përveçëm dhe janë të identifikuar personat pa që nevoja për të shkuar nëse është detyrim apo jo, këto unë nuk i shikoj fare. Unë i shikoj vetëm në raport me emrin, që secilit i lind, siç e themi në zemër, për të parë tek ai person përfaqësimin për problemet e zonës dhe për trokitur dhe për të rënë telefoni. Kështu që edhe për njësinë, por edhe për më shumë se sa njësia, unë mendoj që ajo vot është një detyrim për ta kthyer me punë dhe për të përgjigjur problemeve, shqetësimeve dhe halleve që kanë.
Zënë Ministre, numri 5, numri 8, apo jo? Numri 5 dhe Anila, po jo të tjerat. Po, Anila mos shkoni. Por megjithatë, numri 5 është i rëndësishëm dhe kjo është e pa diskutueshme për të mos shkuar në asnjë parti tjetër pasi vetëm numri 5 është garancia e atyre proceseve që unë përmenda pak më parë, integrimi evropian. Unë ju uroj suksesa. Faleminderit edhe për intervistën. Faleminderit juve që na ndoqët natën e mirë.